Sot presidenti i Republikës Kosovës Hashim tha që ka ditëlindjen, cili kish me qenë urimi juaj? Po flasis ma mire, ma s'po të më furisë. Urimi jonë, inshallah, rënë 100 vjetë. E di që ju se doni, po... Kështë tha që nuk e dojnë? Nuk e doni. Kjo është para gjikimi juaj, zotri? Veç kafshë e Drenicë, për ndryshë se... Jo, nuk jam e Drenicës, e Kosovës. Ja, edhe Kosova në Drenicë. Apo ja të mjallë unë aty, Mitrovicë, Drenicë? E krejt Kosovës jam. Ja, mirë. E urimi juaj? Jo, unë nuk po flas. Ja, unë s'po flas. Veç e gëzohë të krye. Shumë të mira. Më i gëzohë, sa me thonë tjetër. Ku fort më ke ofendu e qik. Fort më ke ofendu, a? Si kanë në varë vagabondi, në varë hajni, në varë. Po më keqë që për të nuk kam urim. Ja, vallaj, unë për ata s'muj me thonë se kur joni se më pëlqen. Po, dhe të këtë jetë gjotë edhe shëndet. Shëndet mirë edhe sigurisht në politikë shkon puna pak ma mirë. Se do të shkon ma në binor pak. Do të punën në favor ma shumë për Kosovën, që populata me kone kënoqen. Se si mos jenë populata e kënoqen, asaj nuk mundet me kone kënoqen. Kështu që besoj që me vullnetin e politikës mirë edhe qytetarëve, ai sigurisht kishte me kënaqë edhe popullatën me do vendimet mira, me vendimet të duhura, se ky popull ka vujtë mjaft që 100 vite, kështu që e meriton si në pikpamje politike, ekonomike dhe në gjitha pikpamje tjera. Kështu që kena dalë për një lufte, për një katrahuret modhe, kanë ra shumë dëshmorë, duhet të kujtojmë se jenë masakrua shumë, kështu që ka pas viktima shumë, edhe për hirë tyne duhet të arrim qëllimin. Kur e ka më në ditëlindjen, jo më rëndësishëm si ai pak edhe jam qatë shumë detë, le më për ditëlindjet aty. Po, qaku me bëmë në përdi, e ko ditëlindjen, e ko... Po, cili kish me qenë urimi juaj? Jo, valla, t'i s'pja uroj heq. Urimet më të mira, i uroj, kemi një president mrekullueshëm, i uroj jetë gjatë, i uroj shëndet, i uroj mirë më qenë me familje, edhe mirë më qenë me qytetarë, edhe më vazhdue ashtu si që ka punu konkretisht në realizimin e ëndrave të shqiptarëve, ashtu më vazhdue dhe më punu edhe më nej. Inshallah desë sa më shpejt. Edhe të ati mendimit jo. Në festa tjera ditëlindje. Faleminderit shumë. Që sa populli të vujtë, të hike, të veç për punëve të tyne, të fillestat, pesta të bo, që kështu del ku dush në Evropë, si populli në këshetë të shëti. Këtë jenë për puna, këtë përnojnë, a këto asë një veç të dollë jashtë të dollë përëndim, që kjo dhe cjetin. Ku më ke gjithë mu bashkë, që edhe burri jam e ka jamin Hashim Thaçi. S'kemi kush farë urimi për të përveç. Inshallah jeton gjata më për neve, ka kush farë ndikimi s'ka, kush farë respekt. Urimi juaj, zonjë? E njëjtë të vlinë. Inshallah i zonë, edhe në 100 vjetë tjera. Faleminderit shumë. Suksese, leptori, familje. E përshëndes shumë edhe ja uroj ditëlindjen, inshallah edhe 100 vjet i bën. Po e di që ka 68 është i lindur ai. Shumë tash njerit na i dëshirojmë shëndet, sukses, po suksesit po shifen edhe po kështu hapta se çfarë suksesi kemi me te. Ka bëj do gabime shumë të mëdha. Është largu nga populli, është largu nga qytetarët, është largu nga tundarët, është largu nga studentat, nga populli, nga zeni, njëri që punon kryen veti, aty nuk ka bërë. Urimi jonë kish me qenë që mos t'ja premtime shumë, po të realizoj gjitha premtimet që i ka vënë para shumë viteve, edhe të punoj më shumë për interes të shtetit edhe qytetarëve sa për interesat vetat. Urimi jam kish qenë edhe 50 edhe 100 me jetu. Se për mendimin tem, asë një udhëhes ma i urtë, ma i ndershëm, asë nuk ka bo asë gjohiq. Qka ka thonë, i ka kryja të punë, me njerë. Urimi edhe njëherë, inshallah, rënë sa malet. Po mos i gëzoft jara, me lale dhine. Amen, jara, amen. Urime, pas shëndet e lumëturi. E i qitë popullin në binarë, se ata në binarë mas pare si në vetë,
E populli s'më një qetë pa konë qeveria anbinar, s'më një qetë popullin. Qeveria e ka do net. Isholla Maruan populli, ata edhe qelën e kanë ras me pare.